2 të vrarë dhe 2 të plagosur është bilanci i një atentati në afërsitë të Rogozhinës, në vendin e quajtur Bishti i Zhurit. I ekzekutuari Astrid Gjepali, dënuar me 25 vite burg për vrasje, po kthehej në burgun e Peqinit, pasi i kishte marrë 7 ditë leje dhe udhtonte në të njëjtin Benz bashkë me kunetrit e tij, Halil Fici, i cili u vra, dhe Ilir Sukja, që ndodhet në spital në gjendje të rëndë. I plagosur i dytë është një kalimtar i rastit, Mariglen Balliu, edhe ky në spital. Mjeti i viktimave është qelluar me breshëri Kallashnikovi, dhe sipas policisë dyshohet se ishin 2 autorë, makina e të cilëve dyshohet se është një mjet i djegur, që u gjet nga policia e Lushnjës një orë pas ngjarjes në Turbuf. Unë ishe të lujtë dëmino këtu bilës, anë nuk i vona re, anë u shtrinë për tokë, ngaja. E në zvona re në gjare, vetëm gjova zhurmë në makinës që u përplasë dhe. Unë gjova vetëm ku përplasë makinë, nuk gjova kallash, vetëm të gjova unë. Gjepali njihet si një nga kaput e ish-bandës së Durrësit, ose e quajtur ndryshe si banda e Gjepalit. Veprimtaria e së cilës kulmoi gjatë rrezirave në vitet 98-99. Ati i kishin mbetur 6 vjet e gjysmë vuajtje dënimi, që po i kryente në burgun e Peqinit. Banda e drejtuar prej tij është akuzuar se vetëm brenda 24 orëve, në datat 15 dhe 16 shtator të vitit 97, kanë vrarë 5 persona dhe kanë plagosur disa të tjerë.